Fshati turistik i Dardhës ofron mundësinë për të zhvilluar aktivitete sportive dimërore, ku më e preferuara është pista e skive. Në këtë vend gjejmë edhe pjesën më të madhe të turistëve. Mes frekuentuesve ka nga ata që për herë të parë provojnë emocionet e rëshqitjes me ski, të cilët thonë se me gjithë vështirësitë e para, janë tepër të kënaqur që ndodhen në Dardhë. Ne vim nga Tirana dhe këtu na pëlqen shumë skit, edhe ambienti që është shumë i bukur dhe i pastër. Keni bërë skim përpara? Jo, hera parë. Si ju duket? Shumë bukur, edhe qetë. Vim nga Peshkopia, kishim si dëshirë që të kaluam shumë bukur. Keni ardhur parë te pista? Jo, herë parë. Shumë mirë, qetësi, rregull, shumë mirë, e shijuam. Përqafimi i sportit të skive, kryesisht nga fëmijët, ka qenë një objektiv kryesor për Thoma Tashon, i cili prej shumë vitesh është munduar që të përcjell dashurinë dhe pasionin për këtë sport të bukur dhe të gjithë ata që e frekuentojnë pistën e skive. Ai tregon me krenari se objektivi është arritur, pasi sot 70% e frekuentuesve të pistës janë fëmijë. Këtë vit 308 borës na filluan pak me vonesë, mbas datës 5 janar, por po shohim që është një dashamirësi shumë e madhe e popullit shqiptar për të skijuar. Këtë e theksoj. Është një dashamirësi, është një fluks i paparë, 70% fëmijë që skijojnë dhe 30% janë të rritur. Kjo është një nga qëllimet e mia dhe të familjes time për të bërë këtë pistë skish tek fëmijët. Ata fëmijë do fillojnë që të vlerësojnë, të ndihmojnë, të fitojnë eksperiencë, të fitojnë kulturë, çdo gjë. Skia është sport, është art, është kulturë, i ka të gjitha brenda. Pas rreshjeve të borës, gjatë gjithë këtij fillim viti, pista e skive në Dardhë është frekuentuar nga qindra vizitorë, të cilët e zgjedhin jo vetëm gjatë fundjavës, ndërsa janë organizuar edhe disa aktivitete shkollore, duke nxitur fëmijët dhe të rinjt të ushtrohen në sportin e bukur të skijimit.